të shikoj se si debatojnë njerëzit kur janë përballë njëri tjetrit dhe jo nga komentet e TikTokut ku thonë vdis bler. Edhe tani po diskutonin gjatë gjithë kohës plako edhe është fiksa ajo është shumë qesharake dhe komike, por si e shkruar në një skenar ndryshimi mes grave dhe meshkujve plak. Realisht edhe grave ishin në gjithë kohë. Shikoj se unë nuk dua që ndonjëherë këtu nga ju vetëm dihet keq, por unë mendoj që ju të gjitha e keni në dorën tuaj dhe mund ta ndryshoni. Throwback tek ajo pjesa e meshkujt. You are a piece of shit, you need to go to the gym. Fuck off. Si ja shpjegon ti këtë dikujt që jeton në një fshat të Afrikës? Shive, të ke qenë xhaxhi, do të vë titrat, edhe këta njerëzit kanë ngrënë shumë. Këta njerëzit kanë ngrënë shumë, edhe tani duan të gjejnë mënyra se si këto që kanë ngrënë ti heqin përsëri. Po mendoj domethënë që sa do mendojnë afrikanët, po mendoj që ore plak. Ne na kanë bërë, ke pasur ato reklamat e UNICEF-it ose të tyre që bënin donacione gjëra, domethënë që me $1 mund të ushqes një fëmijë. Nga para ata migrantët që vinë këtu asnjëri s'është skinny më valla, asnjëri s'është i dobët. Ke parti për shembull në një afrikan të dobët, unë s'kam seriozisht nuk kam parë. Edhe shiko, nuk do të duhem paraqykus, po kjo ka dy gjëra. Këtë bëje klip, s'kam parë ndonjë afrikan të dobët. Edhe pastaj dikush ta stitch me një afrikan duke vdekur. Ideja është që fakti që unë s'kam parë të them dy gjëra, dhe të them në mënyrë pozitive, janë dy. E para, ose këto $1 të ushqimi fëmijë afrikan kanë qenë super scam, ose kanë funksionuar plak. It fucking worked. Këtë kam qenë më fantastike.